Sot do të shohim për shpëtimtarin ton se si ai kalon për luginën e lotëve. E do të flasim pikërisht për lotët e Jezu Krishtit, Zotit ton. Po kur ne mendojmë për Perëndin ton, ne mendojmë që Perëndia ynë është madhështor. Perëndia ynë është i madh. Perëndia ynë është i plot fuqishëm. Për shembull si thuhet te ligji për 30:32. Ai është këmbi. Vepra e tij është e përsosur, sepse në të gjitha rrugët e tij ka drejtësi. Është një Perëndi që nuk e njeh pa drejtësinë. Ai është i drejtë dhe i mirë. Kështu mendojmë kur mendojmë për Zotin. Dhe është një bekim. Amos 5:8 thot, ai ka bërë Pleada dhe Orionin, e kthen hijen e vdekjes në agim dhe bën ditën të errës si nata, të rrethurat e detit dhe i dert me faqet e dheut. Emri i tij është Zoti. Te zbulesa 1:8 thot, unë jam Alfa dhe Omega, fillimi dhe mbarimi, thot Zoti që është, që ishte dhe që vjen, i gjithë pushtetshëm. Pra kur mendojmë për Perëndin, shpesh herë ne mendojmë që ai është madhështor. Ne mendojmë që ai është pa fillim pa fund. Ne mendojmë që ai ka gjithë pushtetin në qiell dhe në tokë. Edhe është drejt sepse i tillë është Perëndia ynë. Por është edhe një aspekt tjetër që nuk para mendojmë shpesh. Edhe është ajo që një varg i vetëm në Bibël e përshkruan mjaft qartë. Është vargu më i shkurtër në fjalën e Perëndisë. Ka vetëm 2 fjalë. Edhe është tek Gjoni 11. Dhe thuhet Jezusi qa. Jezusi qa. Nuk thuhet që thjesht dolen calot në cep të syrit, por thuhet që ai qa. Edhe po flasim për shpëtimtarin ton, për atë pjesë që nuk para mendojmë, por mendoni pak një dhimbje e thellë, e brendshme e shpëtimtarit ton prodhon Lot nga sytë e tij që rrshqasin në faqet e tij. Kur Perëndia e zbulon veten e tij në shkrime, ai e zbulon në mënyrë vërtet si mendja ndonjëherë është e vështirë ta perceptojë. Por ai është real në mënyrën si zbulohet, ashtu siç është edhe i plot fuqishëm. Te Isaia 53, nëse keni lexuar atë, është një nga pasazhet më të mahnitshme që na zbulojnë atë pjesë të karakterit të Perëndisë, kur ai u shfaq mes njerëzve. Dhe Bibla thot në vargun 2, ai erdhi lart përpara tij si një degë, si një rënjë nga një tokë e thatë. Nuk kishte figurë as bukuri për ta tërhequr shikimin ton, as paraqitje që ta dëshironi. I përçmuar dhe i hedhur poshtë nga njerëzit, njeri i dhimbjeve, njohës i vuajtjes, i ngjashëm me dikë para të cilit fshihet faqa, ishte i përçmuar dhe ne nuk e çmuam as pak. Megjithatë ai mbante sëmundjet tona dhe kishte marrë përsipër dhimbjet tona, dhe ne e konsideronim të goditur, të rrahur nga Perëndia, të përulur. Edhe vazhdon, nëse doni mund të lexoni në shtëpi. Por Bibla thot që Jezu Krishti ishte një njeri i dhimbjeve. Ishte një njeri i vuajtur. Jezusi qa. Ai kaloi në për ato lugin lotësh që ju dhe unë kalojmë. Edhe ai është ai që na kupton si askush tjetër. Sepse ai ishte aty. Dhe nuk ka asnjë mik që është më mik se sa Zoti ynë Jezu Krisht. Ai është miku më i mirë. Në shekuj, njerëzit e Perëndisë e kanë njohur ata ashtu siç është në të vërtetë, që s'ka asnjë si Jezusi. Ai që quhet princi predikuesve tha, asnjë mik nuk është aq i dashur sa Jezusi. Dhe mshuria e atij njohqen pafund. Taylor, misionari në Kin, tha, sekreti i shërbimit është të qëndrosh pranë Jezusit, mikut që kurrë nuk të lë, dhe të ndjesh dhe mshurinë e tij për të humburit. Jim Elliot tha, ai që ka Jezusin si mik, ka gjithçka. Dhe mshuria e tij është më fort se vdekja. Prandaj kemi atë këngën që thotë, çmik na është Jezu Krishti. Në çdo rast ai na mbron. Që privilegj të shpihem Zotit,
çdo gjë zemra na lëndon. Misionari në Birmani tha, në çdo vuajtje, Jezusi më qëndron pranë si mik i dashur. Dhe mëshiria e tij më mban gjallë. S'mund të gjej më mik të tillë. Tjetër mik si Zotin Krisht. Jam pra zemrën hap tregoj. Ç'të mundon ty kotësisht. Ti je i rënd dhe i ngarkuar. Edhe bara nuk mban dot. Ngri lart syt. Vështroje Zotin. Veten mos mundo më kot. Kur ne bitë e ti qajmë, Bibla na tregon që lotët janë të çmuar. Dhe Bibla na tregon që ai mbledh lotët edhe i vendos në një shishe. Edhe ai numëron lotët tanë. Te Psalmi 56 në vargun 8 thuhet, ti ke numëruar hapat e brdhjes time. Vendosi lotët e mia në salikun tënd. A nuk i ke regjistruar në librin tënd? Është një psalm i Davidit. Dhe Davidi është ai që kaloi jetën e tij në një jetë lotësh, përpara se ai të vendosej mbret. Edhe nëse shikoni jetën e Davidit, Davidi ishte njëri sipas zemrës së Perëndit. Po ishte një njëri që ai qau në vetminë e tij në shkret të tjerë. Kur ai ishte bashkë me Jonathanin. Ai qau kur rrëmbye familja e tij. Ai qau kur Izraeli humbi betejën përpara armiqve të tij. Ai qau kur vdiq Abner, një luftëtar i madh për Perëndin. Ai qau kur i vraj biri Absalom. Ai qau gjithashtu kur njerëzit e Perëndis vuanin. Edhe ai ndjente dhimbje që pakush i ndjente. Kjo e bëri Davidin që ishte kaq i veçantë sa u quajt sipas zemrës së Perëndis. Edhe ai kaloi në atë lugini, por mos harroni që ai është piktura e atij që do të vinte. Që kaloi në atë lugin, edhe ishte piktura e Zotit tonë Jezu Krisht. Dhe Bibla regjistron 3 raste kur Zoti Jezu Krisht qanë. Edhe me hirin e Perëndis do të kalojmë të treja ato sot. Pa më të lutemi Perëndis tonë, le të ulim kokat, që Perëndia ynë të na flasë. E të mund të hapë sytë tanë të shohim ata ashtu siç është, ashtu siç Bibla e zbulon. Edhe të na udhëheq, të na ndriçoj, të na inkurajoj, të na nxjisë, të na flasë. Le të jetë fjala e tij një bekim sot. Gja parë që flasim për Jezusin është nga Luka, kapitulli 19, edhe ka të bëjë me dhimbjet e refuzimit. Dhe nëse keni fjalën, e keni edhe në ekran aty, Luka 19, Bibla thot në vargu 41 deri në 44. Dhe kur ai po afrohej e pa qytetin dhe qau mbi të, duke thënë, o sikur ti, pikërisht ti të njihje të paktën në ditën tënde ato që janë të nevojshme për paqen tënde. Por tashti ato janë të fshehura për sytë tu. Sepse përmbi ty do të vinë ditë kur armiqtë e tu do të qarkojnë me lehtë, do të rrethojnë dhe do të zënë nga gjitha anët, dhe do të rrëzojnë për tokë, ty dhe bitë e tu në ty. Dhe s'do të lënë në ty gur mbi gur, sepse ti nuk e ke njohur kohën kur e vizituar. Jezusi po qanë. Dhe arsyeja pse po qanë është sepse Izraeli ka refuzuar atë që është i vetmi, që është mbrojtja e tij, shpresa e tij, fitoria e tij, dhe ka refuzuar Mesin. Dhe nëse ata do të kishin pranuar atë, ai do të udhëhiqte ata në paqe. Ai do të mbronte ata nga armiqtë. Ai gjithashtu do t'u jepte begati atyre. Prandaj Jezusi po qanë. Vjen re që Jezusi nuk po qanë për vete. Ai po qanë për popullin e tij. Ai nuk po qanë sepse ata kanë refuzuar. Ai po qanë për dhimbjet që do të përjetoj, sepse ai është shef, populli i tij. Për pasojat që vinë mbi Izraelin. Madje ai thot te Luka 23
që të vajtojnë për veten e tyre. Në vargu 27 thot, dhe ndiqte një turmë e madhe populli dhe grashti binin krahërori dhe vajtonin për ta. Është koha kur Jezusi po shkon drejt kryqit. Dhe Jezusi u kthye nga ato dhe u tha, bija të Jeruzalemit, është një shprehje në shkrimet që lidhet me kombin e Izraelit. Mos qani për mua, por qani për veten tuaj dhe për fëmijët tuaj. Jezusi qau për qytetin, ai qau për Jeruzalemin, ai po hynte në atë hyrje triumfale në Jeruzalem. Edhe ai qau për qytetin. Ai qau sepse ai po shifte ato gjëra që po vinin. Edhe ato që lexuam janë profecia e shkatrimit të Jeruzalemit. Edhe ajo që ndodhi është në vitet 70 perandori romak shkatroi Jeruzalemin. Dhe generali që shkatroi atë ishte Titi. Jezusi e pa atë. Edhe qau për atë shkatrim që ishte duke ardhur. Mos harroni një gjë. Edhe pse shkatrimi ishte si një disiplinim për Izraelin, prap Jezusi kishte dhimbje në dhimbjet që populli i tij po kalonte. Ai qau për qytetin. Te Luka 19:41 dhe kur ai po afroi, ai pa qytetin dhe qau për të. Po nuk qau vetëm për Jeruzalemin në kuptimin e Jeruzalemit, sepse qyteti u shkatrua dhe u shkatrua faktikisht. Por ai qau për popullin e tij, sepse kur krahasojmë shkrimet me shkrimet, ai duke folur për Izraelin. Sepse Bibla na thot tek Mateu 23:37-38, Jeruzalem, Jeruzalem, që i vret profetët. Nuk i vret Jeruzalemi, i vrisin njerëzit që ishin në Jeruzalem. Pra kur qau për qytetin, ai po qau për popullin e tij. Ai qau patjetër për qytetin, sepse qyteti ishte mbrojtja e popullit të Zotit. Është qyteti i mbretit të madh, qyteti ku Jezusi do të vinte të vendoste mbretërinë. Dhe u spostua kjo dhe ai do të vite vendosi këtë në mbretërinë 1000 vjeçare. Por ai qau për popullin e tij dhe i vret me gur ata që janë dërguar. Sa herë kam dashur të mbledh bitët tu, ashtu si mbledh kloçka zojt e vet në krah, por jo nuk deshet. Vinë në atë njëjtin fund, ka përsëri në vargun 38, ja, shtëpia juaj do të ngelet e shkret. Sepse refuzimi i Mesias kishte pasojë. Por ai qau për pikërisht për popullin, ai qau për vuajtjet, ai qau sepse populli do të hiqej paqja, ai qau sepse muret do të hiqeshin, domethënë do të hiqej mbrojtja për popullin e tij. Izraeli pati shumë probleme. Ai u shpërnda në të gjitha skajet e vet. Ai humbi identitetin e tij si kombë. Tempulli u shkatrua, gur mbi gur nuk mbeten atë. Jeruzalemi u doq. Dhe për 1900 vjet nuk ekzistoi si kombë. Dhe Jezusi duke hyrë në Jeruzalem, e ndërkohë që Izraeli refuzoi Mesian, refuzoi atë që do të jepte paqe, refuzoi mbrojtjen e tij, refuzoi shpëtimin e tij, refuzoi çlirimin e tij. Bibla thotë që Jezusi qau, sepse i shikonte ato gjëra që ishin duke ardhur. Sepse ai ka dhimbje, kur njerëzit e tij kanë dhimbje. Refuzimi i Mesias nga Izraeli solli lot në sytë e Jezusit për vuajtjet që kaloi Izraeli, për shkatrimin e Jeruzalemit, humbjen e paqes, vuajtjen dhe humbjen e identitetit të tyre për 1900 vjet. Të njëjtin parim ne shohim jo vetëm në jetën e Jezusit, po edhe në jetën e njerëzve që quhen njerëz të Perëndis, gjatë gjithë Biblës. E do të vinë re që njerëz të Perëndis nxjerrin lot dhe fillojnë të çajnë kur njerëzit e Perëndis kanë dhimbje, kur populli i Zotit kanë dhimbje. Vinë re Eliseun te 2 Mbretit 8 vargu 11. Pastaj ai ngurçoi fytyrën me një shikim të ngulët, derisa u skuq. Pastaj njeriu i Perëndis filloi të çan. Atëherë Hazaeli pyeti, pse po çan Zoti im? Dhe ky do të saktojë mbreti i Siris. Edhe ky do të sillte disiplinim mbi Izraelin, sepse Izraeli po ecte në mëkat kundër Perëndis. Ai u përgjigj sepse e di të keqen që do t'i bësh bijve të Izraelit. Eliseu ishte një profet, ai e pa vuajtjen që do të sillte mbreti i Siris mbi Izraelin dhe qau për dhimbjet e popullit të tij. Ti do t'i vësh flakën fortesave të tyre, do të vrasësh me shpatë të rinjt e tyre, do t'i bësh cop fëmijët e tyre dhe do të çash barkun grave me barë.
Kështu do të jetë edhe me ne, motra dhe vlezër, sepse dhe ne jemi njerëz të Perëndis. Unë e kuptoj që disa njerëz largohen nga Zoti. Unë e kuptoj që disa njerëz nuk duan të shërbejnë me Perëndis. Unë e kuptoj që disa njerëz zhyten në botë, ata do të përballen me gjykimin e Perëndis në kontekstin e disiplinimit të Zotit. Por sytë tanë, në vend që të themi mirë e gjeti, ja pra Zoti ra në kokë, sepse janë njerëz të Perëndis që po muojnë. Në botë nuk janë të lumtur. Djalli i torturon ato, shpirtin atyre, pas se mund të shohësh buzëqeshjen të lumtur, kanë humbur paqen, kanë humbur gëzimin. Edhe ne si njerëz duhet të vajtojmë përpara Perëndisë. Te Isaia 63:9 thot, në çdo hidhrim të tyre ai u hidhrua. Ky është Perëndia. Dhe engjëlli i pranisë së tij shpëtoi. Me dashurinë dhe dëmshurinë e tij çliroi, lartoi dhe i solli tërë ditët e së kaluarës. Nuk po flasim për gjykimin, sepse sigurisht gjykimi ka pasojën e vet, po flasim për dhimbjen e Perëndisë, për shkak sepse populli i tij po kalon në përdhimbje. Nëse mund të jap një ilustrim praktik, është një baba e do fëmijën e tij, por fëmia e tij është i pabindur, edhe ai merr ta disiplinojë atë, por ai disiplinim ka dhimbje tek fëmia. E ndërkohë që ka dhimbje tek fëmia, babai nuk ndjen gëzim në disiplinimin e fëmijës, por është e vetmja mënyrë se si fëmia mund të bëhet i drejtë, sepse kështu mëson Zoti. Sepse aty na disiplinone. Edhe ai është modeli në të disiplinim e fëmijën, a që ndodh është një baba i mirë, ka dhimbje në dhimbjen e fëmijës. Dhe pse disiplinimi qëndron mbi ta. Kjo është ajo që po ndodh te Luka 19 me Zotin tonë Jezu Krisht. Ai po sheh përpara refuzimin ose më saktë pasojën e refuzimit. Dhe ai nuk po merret në gjykimin. Sigurisht Perëndia është i drejtë edhe ai do të zbatojë gjykimin. Por ai po sheh dhimbjen. Ai po sheh shkatrimin e Jeruzalemit. Ai po sheh humbjen e paqes së popullit të tij. Ai po sheh humbjen e mburojës së popullit të tij. Sepse refuzoi atë që ishte paqja dhe atë që ishte mburoja. Ta kthejmë pak nga ana praktike, Luka 19:41 deri në 44 ka shumë zbatim edhe për ne. Sepse edhe ne jemi bitë Perëndisë, ashtu si Izraeli si një komb. Edhe kur ai po afrohet, ai sheh qytetin. Edhe dini që kisha është një qytet. Edhe kur ai afrohet e shef kishën, ai shef një qytet. Por kisha, kur e refuzon Jezu Krishtin, edhe fatkeqësisht kisha e fundit e ka lënë jashtë Jezusin. Edhe ai rritet dera dhe troket tek dera e kishës. Edhe refuzimin ndaj Jezusit, i kishës, i hyni, na bën që ne të kalojmë në përlugin dhimbjesh, edhe në përhumbje të gëzimit, edhe ndërkohë që ne kalojmë në për ato lugin dhimbjesh, çfarë ndodh me Jezusin? Sepse ne kemi hedhur poshtë ato që janë për paqen tonë. Sepse shikoni si mbyllet vargu thot, sepse ti nuk e ke njohur kohën kur je vizituar. Edhe shikoni pasaj thot, të paktën në këtë ditën tënde që të shërbejnë për paqen tënde, të më të shohësh ato që janë për paqe. Dhe faktikisht Laodicea është e verbër. Nuk sheh. Ka humbur ato gjëra që janë të nevojshme për paqen e saj. Po çfarë janë ato që janë të nevojshme për paqen? Te Isaia 26 thuhet, mendjes që pushonte ti ruan një paqe të përsosur, sepse ajo ka besim tek ti. Edhe kur Jezusi nxirret jashtë, ne kemi ndërprer pushimin ton tek Zoti. Sepse ne nuk pushojmë më në Zotin, ne pushojmë në gjëra. Dhe kur ne pushojmë në gjëra, ne nuk kemi paqe. Kjo është ndërpresë, është marrëdhënie me Zotin.
Te Psalmi 119-165 thuhet paqe të madhe kanë ata që duan ligjin tënd dhe nuk ka asgjë që të mund t'i rrëzojë. Kur ne nxjerrim Jezusin jashtë, ne ndërpresim që të mund të dëgjojmë Zotin, sepse Zoti na flet nga Bibla. E nëse ndërpresim të dëgjojmë Zotin, domethënë që nuk e lexojmë më Biblën. Ne humbi paqen. Te Filipianët 4, 6 dhe 7 thot, mos u shqetësoni për asgjë, por në çdo gjë ja parashtroni kërkesat tuaja Perëndis me lutjesh dhe përgjërimesh me falënderim. Edhe paqja e Perëndis, paqja e Zotit, që te kalon çdo zgjuarsye, do të ruaj zemrat tuaja dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezus. Edhe nxjerrja jashtë e Jezusit bën të mundur që ne të mos komunikojmë me Zotin. Jo vetëm që ai nuk komunikon me ne, por as ne nuk komunikojmë me atë, as ne nuk lutemi atij. Por Jezusi na fton. Na fton. Mateo 11:28 thot, ani tek unë ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'ju jap çfarë. Ashtu siç thot kënga, ani tek unë ju që jeni të lodhur, dhe unë do t'ju jap paqësim, dhe unë do t'ju jap gëzim, dhe do t'ju jap dashurinë që ju e kërkoni. Nuk e di ku jemi ne në marrëdhënie me Zotin, ku jeni ju në marrëdhënie me Zotin, por ne duhet të kthehemi nga ai, të mos refuzojmë atë që është paqja jonë, të mos refuzojmë atë që është mbrojtja jonë, të mos refuzojmë atë që mbron ne dhe bijtë tanë, domethënë ne dhe dishepujt tanë. Ka veç një vend ku do të mbajmë sytë. Ke Jezusi. Dhe Jezusi ç'a? Edhe shpesh shumë të krishterë kalojnë për lugina dhimbjash për shkak të refuzimit të Jezu Krishtit. Por në qoftë se nuk do të refuzonin atë, do të kishim paqe. Po, ka luftë, po ka sfida, po ka probleme, por do të kishim paqe. Edhe gjithashtu do të kishim mbrojtje. Edhe gjithashtu do të kishin prosperitet në dishepullizim. Edhe do të kishte begati ne me fëmijët tanë, po flasim frumërisht tani. Do të kishte bekim dhe begati në shërbim. Pra gjëja parë që Jezusi qau ishin dhimbjet e refuzimit. Ai nuk qau për veten, ai qau për popullin e Zotit. Për gjërat që po kalonte, për dhimbjet që ata po kalonin, për shkak të refuzimit të Jezu Krishtit. Motra dhe vëllezër, refuzimi i Krishtit është gjëja më e keqe që mund të bëjmë. Ai qau për dhimbjet e shpëtimit. Ne të hapim pak Biblën te Hebrejnë kapitulli 5, i cili në ditët e mishit të tij, me klithma të larta dhe me lot, i ofroi lutje dhe urata atij që të mund ta shpëtonte nga vdekja dhe u dëgjua për shkak të frikës së tij nga Perëndia. Thot në ditët e mishit të tij, Perëndia është i përjetshëm. Jezu Krishti nuk pati fillim kur ai lindi në Betlehem. Ai është i lashtë i ditëve. Ai është pa fillim dhe pa fund. Ai është Alfa dhe Omega. Që një ditë në historinë e përjetësisë, kur ai erdhi në tokë, edhe u bë ri. Edhe i referohet kësaj kohe. Edhe ne lexojmë në ditët e mishit të tij, domethënë që ishin shumë ditë, kur Jezusin e gjejmë duke kliptur Perëndis, e gjejmë me lutje, e gjejmë duke qarë, e gjejmë duke i bërtitur Zotit. Jeta ati kalon në për lugina lotësh dhe lutjesh. Po në shkrime është regjistruar vetëm një herë. Ajo ko lutjesh, klithmash, lotësh të shpëtimtarit tonë. E te Mateo 26 na jepet. Më të gjeni ekuvalente në saj tek Luka. Mateo 26 në vargjet 36 dhe 38. Atëherë Jezusi shkoi bashkë me ta në një vend që quhet Getsemani dhe u tha dishepujve, uluni këtu ndërsa unë po shkoj aty të lutem. Dhe mori me vete Pjetër dhe 2 djemtë e Zebedeut dhe filloi të ndjejë një trishtim dhe ankth të madh. Nuk ka lot pa patur dhimbje. Nuk dalë lotët. Ka lot gëzimi, ka lot sepse hyn diçka në sy, etj, po kur ti ke dhimbje, edhe shef thellë, atëherë fillon të provokoj lot.
Edhe Bibla thot, gjithashtu në vargu 38, atëherë ai u tha atyre, shpirti im është thellësisht i trishtuar deri në vdekje. Qëndroni këtu dhe rrini zgjuar bashkë me mua. Ai është duke shkuar për të lutur, sepse ai po sheh përpara që ati ka një kup që do t'ja japi Jezusit që ta pi. Edhe kjo kup ka sjell dhimbje Jezusit. Është kupa e zemërimit të Perëndis. Dhe te Mateu 26 në vargun 39 thot, ai shkoi pak përpara, ra me fytyrë për tokë dhe lutej duke thënë, ati im, në qoftë se është e mundur, largoje prej meje këtë kup. Ai nuk donte ta pinte atë kup. Edhe thot, megjithatë, jo si dua unë, por si do ti. Pastaj u kthye te dishepujt dhe i gjeti që flinin dhe i tha Pjetrit, po si nuk mund të vigjiloni me mua të paktën për një orë? Rini zgjuar dhe lutuni që të mos bini në tundim, sepse fryma është gati, por mishi shidot. Dhe vini edhe diçka. Jezusi shkon pak më përpara. Edhe është e mahnitshme. Kur ne shohim Perëndin ton, gjithmonë Perëndia ën shkon më përpara. Gjithmonë Perëndia ën ka ikur më tutje se sa ai na kërkon ne. Gjithmonë Perëndia ën ka shkuar më larg se sa ai kërkon që ne të bëjmë për ta. Gjithmonë. Gjithmonë. Edhe është pikturë e një drejtuesi biblik, që gjithmonë do të bëjë më shumë se sa skuadra e tij. Gjithmonë. Gjithmonë do të shkojë më përpara se sa të tjerët. Po gjithashtu vini re që shpeshherë mungesa e lutjeve tona bën që ne të bijem tundim pas tundimi. Mungesa e komunikimit tonë me Perëndin bën që ne të shkojmë dështim pas dështimi. Sepse Jezusi tha, lutuni që të mos bini në tundim. Tani vim te Mateu 26 vargu 42. U largua përsëri për herë të dytë dhe u lut duke thënë, ati im, në qoftë se nuk është e mundur që kjo kup të largohet prej meje, pa u pirë prej meje, u bë vullneti e tyt. Vjen re gjithashtu modeli biblik të Jezusit. Jezusi është duke u lutur, ai nuk e do ta pijë atë kup. Po vjen re diçka. Ai po thot vullneti yt u bëft. Ai nuk po thot Perëndi, në qoftë se ti më jep këtë kup, unë nuk do të besoj ty. Në qoftë se ti më jep këtë kup, unë nuk do të shërbej ty. Nuk është ky modeli biblik. Si ndoshta dikush nga të krishterët mund të thotë, Zoti im, në qoftë se ti nuk më jep një burr, unë nuk do vi më në kishë. Dhe ik. Në qoftë se ti nuk më përgjigjesh këtu, në qoftë se nuk më bën që të ndodh kjo gjë në jetën time, unë nuk do të besoj ty, unë nuk do të shërbej me ty, unë do ikë në botë. Motra dhe vëllezër, nuk është ky modeli biblik. Nuk është ky modeli që Jezusi na dha. Por ai tha, çfarë do që të ndodh, Zoti po derdh zemrën time tek ti. Po e di çfarë, cila do qoftë vullneti yt. Nëse më duhet rri beqar, unë do të shërbej ty. Nëse më duhet që të kaloj këtë lugin, dhimbjesh, unë do të jem besnik. Nëse do më duhet që pas vullnetit tënd që të kem këtë peripeci në jetë, e do të jem smur, unë do të shërbej ty. Në qoftë se qëllimi i Perëndis nuk është që të jap atë që po i lutesh, Zoti është ende i mirë. Amen. Ende i mirë. Përjetësisht i mirë. Është ende i denjë për të ndjekur. Është ende i denjë për të besuar, për të shërbyer dhe për të adhuruar atë, sepse është i vetmi Zot. Ka dhe disa lutje përgjërimesh të tjera në Bibël, por nëse shikoni me kujdes lutjen e Jezusit, në vende të ndryshme dhe i mbledh ato së bashku, do të vësh re që lutja e Jezusit ishte më shumë se një lutje normale. Ishte lutje me intensitet. Ishte lutje me klithma. Ishte lutje me lot. Ishte përgjërim duke i thirrur Perëndis. Te Osea 12:2-3 thot, në gjirin e nënës mori vllain e vet nga thembra, dhe me forcën e tij luftoi me Perëndin. Është e njëjta lutje që gjen te Luka 22:44. Po luftoi me engjëllin dhe fitoi, qau dhe u lut shumë.
e gjeti në Bethel dhe atje foli me ne, po flasi për të njëjtin model lutje. Jakobi qau gjithë natën. Ai pati një armik përpara, ishte Esau, dhe është piktura mishit, edhe ai donte të shpëtonte nga mishi, ai donte të krijonte nga mishi, ai pa mishin e tij që torturonte, edhe ai shkoi dhe i lut Perëndis, ai donte të ndryshonte karakterin e tij, edhe kishte një karakter të keq, kishte një karakter të lig. Edhe ajo që gjejmë tek Jakobi ishte ai kalon duke i klithur, duke i thirrur Zotin, Zot ti mund të më ndryshosh mua, ti mund të më shpëtosh mua, ti mund të më japësh fitore mbi mishin. Edhe ai duke i klithur, edhe në qoftë se ke qenë ndonjëherë në një lutje të tillë që ti je duke i qarë përpara Zotit, duke i klithur, ti me të vërtet ke takuar Perëndin. Kjo është ajo që ndodhi me Jezusin. Nuk po them që në qoftë se ne po lutemi nuk po e takojmë Zotin, po flasim që ke marrë vëmendjen e tij, ke marrë fokusin e tij. Edhe ti ke derdhur zemrën tek Zoti. Te Psalmi 130 thotë në vargun e parë, nga vëndet të thella unë të këllthas ty, o Zot. A jeni ndodhur ndonjëherë në një vend të thellë, në një grop, ku doni të dilni nga aty? O Zot, dëgjoj klithmën time. Veshët e tu dëgjofshi me vëmendje zërin e lutjeve ose përgjërimeve të mi, është kjo fjala këtu që ne e lexojmë agonia e Jezusit. Në rastit e të merrje parasysh fajet, o Zot, kush mund të rezistonte, o Zot? Por te ti ka falje me qëllim që të kenë frikë prej teje. Pra ka një vend të thellë ku kam rënë, ka një vend të thellë ku keni rënë, edhe çfarë na mëson fjala e Zotit, duhet të klithim Zotit, duhet të thrasim atij në këtë vend të thellë, edhe të ngrem syt, Zot, shpëtohem nga kjo. Mateu 26:42 u largua përsëri për herë të dytë dhe u lut atij në qoftë se nuk është e mundur që kjo kup të largohet prej meje, pa u pirë prej meje, u bë vullneti yt. Pra është një situatë serioze në jetën e Jezusit. Shumë serioze. Prandaj ai është duke i klithur me lutje, klithma, lot, përgjërime, thuhet Hebrejt kapitulli 5, vargu 7. Te Mateu thuhet që ai ka një trishtim dhe një angst të madh, edhe po e shtyp. Ajo kup. Dhe gjithashtu tek Luka na thuhet që ndërkohë që ai po lutej, edhe djersa atij po binte si gjakë mpiksur mbi tokë, sepse kjo kup ishte peshë e madhe për Jezusin. A keni vënë ndonjëherë një njeri që çan aq shumë sa duket si dalin damarët i dallohen? Unë nuk e di çfarë ka ndodhur në jetën e Jezusit, por kur i bashkon të treja këto pjesë të shkrimeve, ai është duke i klithur Zotit, edhe duke i përgjëruar Perëndis, edhe duke i lutur Zotit, edhe duke shkuar tek ai me pasion, edhe duke kërkuar që ta hiqte atë kup. Edhe mbase kapilarët e ballit janë plasaritur, edhe da bashkë me të ka dalë djerës. Si gjakën piksur. Ai serioz duke i klithur Perëndis. Shumë serioz. Sepse kupa përpara që Jezusi do të pinte ishte e tmerrshme. Po flasi për kupën, nuk po flasi për thjesht për vdekje në kryq. Shumë burra kanë vdekur në kryq, pa problem për një kauzë. Jezusi nuk e friksoi kryqin. Jezusi e kishte tek kupa. Ai u lut, a ka ndonjë mënyrë që unë të mos kaloj në për ato lugidhipjesh, a ka ndonjë mënyrë që të mos e pi atë kup, a ka ndonjë mënyrë që të pashpëtuarit të shpëtohen pa pirun këtë kup. Kjo është e lutja e tij. Ne ishim fokus i lutjes së tij. Vinë re vargun te Jobi 21, vargu 17. Sa herë shuhet lamba e të këqinjve, dhe po flet për shuarja e lambës, mbarimi i jetës. Ose shkatërimi bie mbi ta. Vuajtë që Perëndia cakton në zemrimin e tij. Në vargu 20 thotë, të shoh me sytë e tij shkatrimin e vet dhe të pi nga zemrimi i të plotfuqishëm. Pa shpëtuarve, Zoti u ka caktuar që të pinë diçka. Edhe ata do ta pinë. Edhe ajo që do të pinë ata është zemrimi i Zotit. Edhe kur ta pinë atë, diçka ndodh me ta.
sepse Perëndia është pa fund dhe pa fillim. Dhe dhimbja që do të marrin është pa fund dhe pa fillim. Është e papërballueshme. Prandaj Jezusi po kërkon të mos e pi atë kupë. Te Psalmi 75 thot, sepse Zoti ka në dorë një kupë, vera që shkumon dhe plot me erza që ai e zbras. Me siguri tërë të pabesët e dheut do të akullojnë, do të pinë dhe lumin. Esencën e sa. Lesa 14:9 deri 11 thuhet. Një engjëll i tretë shkoi pas tyre duke thënë me zë të madh, nëse ndokush adhuron bishën dhe figurën e saj dhe merr darkë mbi ballin e vet ose mbi dorën e vet, do të pi edhe ai nga vera e zemrimit të Perëndisë, që është derdhur e papërzier në kupën e zemrimit të tij. Pra kupa e zemrimit të tij përmban diçka që është e papërzier. Gjatë gjithë historisë Perëndia ka përzier gjykimin e tij mbi njerëzit me mëshirë dhe me hir. Por ka një kohë që Perëndia do të derdhë mbi njerëzit kupën e tij të papërzier, pa pikë mëshire, pa pikë hiri. Edhe kjo është duke ardhur në kohën e mundimeve. Ne nuk do të jemi këtu, kisha është rrëmbyer, nuk do të kaloj mundimet sepse Jezusi piu kupën për ne. Por vjen re që nuk është vetëm në mundime, po është për gjithë përjetësinë. Sepse thuhet vargu 11, dhe tymi i mundimit të tyre gjitet në shekuj të shekujve, dhe nuk do të ketë prehje ditë e natë ata që adhurojnë bishën dhe figurën e saj dhe kudo që merr damkën e emrit të saj. Pra të gjithë të pashpëtuarit, si nga Jobi dhe nga Psalmet, do të pinë kupën. Edhe është mundimi i Zotit, zemrimi i Zotit, është gjykimi i Zotit, është e tmerrshme ajo që njëri do të përjetojë. Në qoftë se njerëzit mund të torturojnë njerëzit me zjarr, me vezë të skuqura këtu, të zjera, me çfarë të bëjnë, të shkulin thonjë, të gjitha, dhe këto janë tortura të tmerrshme. Po ka një gjë që është më e tmerrshme se çdo gjë tjetër. Kur krijuesi do të vënë dorën mbi krijesën. Dhe kjo është, ata do të pinë kupën e zemrimit të Zotit. Shpresoj që kur të mbaroj ky mësim, ta duam më shumë Jezusin për atë që ai ka bërë për ne. Jezusi e piu kupën që meritoja unë. E piu kupën që meritoni ju. Te Hebrejnë 12:2 thot, duke i drejtuar sy tek Jezusi, kreu dhe plotësonjësi i besimit, i cili për gëzimin që ishte përpara, ai u gëzua që jo do të shpëtoheshit. Ai u gëzua që unë do të shpëtohesha. Edhe për atë gëzim, ajo ngrit dhe piu atë kupë në kryqin e Kalvarit, e duroi atë. Ky është shpëtimtari. Duroi kryqin, duke përçmuar fyerjen dhe ul në të djathtën e fronit të Perëndisë. Bibla thot, askush nuk ja mori jetën atij. Ai e dha. Ai u lut, mendoni pa. Do të thoni, pse u lut ai të mos e pinte atë? Sepse ai e pa thellësinë e madhe të zemrimit të Perëndisë. Një zemrim pa fillim dhe pa fund. Do të derdhe mbi Jezu Krishtin për shkak sepse nëse nuk mund të derdhe mbi të, ishte e pamundur që ju dhe unë të shpëtoheshim. Dhe duhej një kandidat i përsosur, dhe ishte qengji i Perëndisë. E di që shpesh herë ne dëgjojmë këto gjëra, por vëreni mendjen dhe zemrën tek ajo që Jezusi ka bërë. Dhe mirënjohja jonë do të jetë e pakufishme. E pafund. Ai e kaloi atë kupë. Prandaj thot ajo kënga, misterin e kryqit unë nuk mund ta kuptoj. Në agoninë e Kalvarit, ti i shenjtë i përsosur i dënove birin tënd, pinte kupën që meritoja unë. Gjaku yt është i tej mëkatin tim. Faleminderit Jezus. Zemrimi i ati të kryer plotësisht. Faleminderit Jezus. Ti kur armiku yt tani ulur lart me ty. Faleminderit Jezus. Nëse rrini me Biblën, a nëse sytë tuaj hapen nga ana frymërore dhe Zoti ju hap, ndërkohë që ju rrini me të, adhurimi është i mahnitshëm. Koha me këngëve është e mrekullueshme. Sepse ju jeni plotësisht mirënjohës,
Edhe vini këtu të jepni ati frutin e buzëve që rrëfeni emrin, edhe të lavdëroni atë që shiden. Dhe bëjmë kur mbledhemi së bashku. Në qoftë se jeni shpëtuar, lavdi Zotit. Lavdëroni Zotin. Psalmi 116, 12 deri në 14 thotë, çdo t'i jap Zotit në këmbim të gjithë të mirave që më ka bërë. Çfarë do t'i jap atij? Ai më dha diçka. Unë do të ngrej kopën e shpëtimit. Jo kopën e zemërimit, kopën e shpëtimit. Sepse ai më shpëtoi mua. Ai priu zemërimin për mua. Ai është shpëtimtari im, ai është Zoti im, ai është i denj, unë e dua atë. Unë do të ngrej kopën e shpëtimit, do të thras emrin e Zotit. Do të plotësoj zotimet e mia ndaj Zotit në prani të gjithë popullit të tij. Gazëlohuni në shpëtim. Gëzohuni në Jezusin. Duajeni atë. Ai ju ka dhënë këtë kupën e shpëtimit. Lotët e Jezusit derdhen për ty. Ai duke qarë, pa tjetër, ai e pa dhimbjen tonë. E ndërkohë që pa dhimbjen tonë, edhe pa që nuk kishte asnjë mënyrë si të dilim nga ajo dhimbje. Ai u çua dhe piu kupën. Dhe mori dhimbjet tuaja dhe dhimbjet e mia. Në mënyrë që ju dhe unë të bëshim drejtësia e Perëndis në Jezu Krishtin. Këto janë lotët e shpëtimit tonë. Lotët e Jezusit. Ai qau për dhimbjet e refuzimit. Qau për dhimbjet e shpëtimit. Sa do doja që ne të mos kishim vetëm një kokë të madhe, po të kishim dhe një zemër të madhe. Edhe në një zemër të madhe, ne mund të uleshim në gjunjë edhe frisnim Perëndis Zot. Mund të duat. Nuk ka asnjë si ti. Dashuria jote, hyri yt, mëshira jote, dëmshuria jote, është kaq e madhe, kaq e pafund. Edhe është e pamundur të mund të mos kaloj kohë me Jezusin. Është e pamundur. Në dhimbjet e mosbesimit, kjo është e Gjoni 11 vargu 8:35. Bibla thot, Jezusi çau. Edhe ka një kontekst aty, konteksti është me historinë e Martës, Marisë dhe Lazarit. Nëse lexoni me kujdes nga vargu i parë, do të vini re që Lazari smuret. Ndërkohë që Lazari smuret, dy motrat i dërgojnë fjalë Jezusit që të vinte ta shëronte. Dhe ajo që ndodh është Zoti Jezu Krisht qëndron edhe 2 ditë më tepër. Pastaj ai kthehet bashkë me ta, ndërkohë që udhëtimi shkon deri atje kanë kaluar 4 ditë. Por konteksti është vdekja e Lazarit. Edhe Jezusi çan, sigurisht ai do njerëzit e tij. Edhe ai nxjerr lot, sepse ndarja prej njerëzve është e dhimbshme. Edhe në qoftë se njëri është i shpëtuar, prap të ndahesh nga ai është e dhimbshme. Sepse ju humbni një mik, ju humbni një të afërm, ju humbni nënën, baban, motrën, vllan. A ju prek nga dhimbja e miqve të tyre. Nga dhimbja e Martës, dhimbja e Marisë. Por Jezusi nuk do vetëm Martën dhe Marin. Bibla thotë që Perëndia na doni. Edhe kur humbim të dashur, e kemi dhimbje, ai është aty me ne. Edhe ai preket nga dhimbja jonë. Kështu thot Bibla. Nuk po përpiqem të egzagjeroj, po përpiqem të tregoj që shpëtimtari ynë është tillë. Është njëri i dhimbjeve, është një os i vuajtjeve, është një njëri i lotëve. Ai qau sepse pa pasojën asaj që vdekja sjell mes nesh. Edhe ai pa që vdekja solli ndarje midis 2 motrave dhe Lazarit. Edhe e di shumë mirë Zoti këtë gjë, sepse Perëndia krijoi njeriun që të kishte një marrëdhënie me të, edhe vendosi në kopshtin e Edenit, dhe ajo që ndodhi është mëkati hyri dhe mëkati solli vdekje. Edhe vdekja solli një ndarje midis Perëndisë dhe njeriut. Edhe ai shpalli luftë vdekjes. Edhe ai erdhi, dhe ai vdiq, ai u varros dhe u ringjall duke mposhtur vdekjen. Por ende nuk është hequr de facto. Sepse Bibla thotë e pari Korintasit 15 që ai do të shfaros vdekjen, do të mposhtë vdekjen, dhe vdekja është armiku i fundit që do të mposhtë. Dhe një ditë nuk do të ketë më vdekje në planet. Sepse ai do të heqë vdekjen.
por ai e pa atë dhimbje që shkakton ndarja, sepse funeralet tona janë mbushur plot me lot. Por konteksti, kur I lexon varjet me kujdes, na tregon një esencë tjetër. Pse Jezusi qa? Shikoni pak në vargun 14 dhe 15. Atër Jezus u tha atyre haptas, Lazari ka vdekur. Edhe unë gëzohem për ju që nuk ishit atje që të besoni, por e të shkojmë të kaj. Dishe ka një problem, dhe problemi që kanë është ata janë besim pak. Ata nuk besojnë. Nuk besojnë të Jezusi. Ai ka zbuluar veten që është Mesia. Ai e filloi tek Gjoni kapitulli 2 me një mrekulli. Edhe thanë, ky është profeti, ky është Mesia, ky është I dërguari. Ai zbuloi veten e tij, ai ndaloi historinë, ai ringjallë të vdekur, ai bëri shumë gjëra në historinë e tij. Po tek Gjoni ai tregon që ai është mrekullibërës, ai shëruesi. Sepse ai shëron të smur, të pak në 2 raste. Ai gjithashtu shqen 5.000 veta. Burra thon Bibla. Edhe mbase 15.000 njerëz. Edhe ata e dinë se kush është ai. Edhe prap ka një problem me mosbesimin. Po nuk është se vetëm dishepët kanë problem me mosbesimin, por edhe Marta dhe Maria. Në vargje 24, edhe po shtuhet, Marta I tha, e di se do ringjall në ringjallje ditën e fundit. Jezus I tha, unë jam ringjallja dhe jeta. Edhe sikur të duhej të vdes, do të jetoj. Unë jam jeta. Unë jam ringjallja. A beson këtë? Po, e besoj, do ringjallë ditën e fundit. Po flet me mua. Unë jam Zoti I jetës. Jeta vet. A beson që unë jam I Gjoni 8. A beson që unë jam buka jetës Gjoni 6. Pak për para se të ndodhte vdekja Lazarit. A beson që unë jam drita e botës Gjoni 8. A beson që unë jam shëruesi Gjoni 5 dhe Gjoni 9. A beson që unë jam ringjallja dhe jeta. Sa ja tha aty? Marta nuk beson. Gjoni 11:37-38 thot, por disa nga ata thanë, ky që I hapi sytë të verbrit, s'mund të bënte që ky të mos vdiste? Prandaj Jezusi përsëri tronditur. Ka çfarë? Nga mos besimi, sepse dhe judenë nuk po besonin. Kush ishte ai? Për brenda, thot, erdhi te varri, po ky kishte një guvë dhe kishte përpara një guvë. Jezusi qa. Jezusi qa. Sepse ata nuk besonin që ai ishte I gjithë pushtetshëm. Ai kishte gjithë fuqinë. Ai ishte Perëndia. Ai ishte jeta. Ai ishte ringjallja dhe jeta. Ai kishte gjithë pushtetin. Jezusi qau, sepse ata nuk besonin te Jezusi. Gjoni 11:39-40, Jezus tha, hiqni gurin. Marta, motra të vdekurit I tha, Zot, ai tashmë qelbet, sepse ka vdekur për 4 ditësh. Dhimbja e Jezusit të shumë e madhe brenda. Shumë e madhe. Sa të provoj lotë Jezusi. Me këpo flet Martë. Me këpo flet Martë. A nuk të thash, beso, po të besosh. Ta bëj pak më praktike. Marta, Maria janë duke u lutë. Po ne e dim, Zoti është në gjendje të shëroj vllaun ton. E po lutem që vllai të shërohet. Edhe kam dërguar fjalë të vita shëroj. Dhe po lutem. Ea Jezus, ti e mrekulibërësi, ti e shëruesi, ti e Zoti, ti e ai që ke gjithë pushtetin në qiell dhe në tokë. Shëroj vllaun tim. Vllai vdiq. Kush Jezusi? Dhe ne lutemi, Zoti im, shpëtoj mamën time, shpëtoj vllaun tim, ti e mrekulibërësi. Bëj diçka të madhe në shërbim. Vetëm ti mund të bësh që shpirtra e njerëzit të shpëtohen. Vetëm ti mund të shpëtosh vllaun tim në 21. Por iku një herë 21 vjetori, iku 2 herë, iku 3 herë, dhe ka ardhur përpara dhe një 21 vjetor tjetër. Të ngrem syt këtej, po motra ime, shoku im, vllai im, miku im, kolegët e mi, janë të ftohtë, nuk dëgjojnë.
Nuk po shoh që Zoti punon tek ata. Nuk po shoh që Zoti po bën ndonjë gjë tek ata. Edhe ne shikoni problemi. Ne kemi zemër të ligë mos besuese. Ne se ai qanë për zemrën tonë mos besuese. Sepse ne fillojmë të ecim me anë të shikimit, jo me anë të besimit. Sepse ne pam, u lutëm një herë, u lutëm 2 herë, u lutëm 3 herë, u lutëm 4 herë. Dhe nuk do dhe asgjë me shoqen time, nuk do dhe asgjë me vllain tim, nuk do dhe asgjë me burrin tim, nuk do dhe asgjë. Dhe ne pasaj ecim me anë të shikimit, jo me anë të besimit. Sepse jemi në pakur, sepse kemi probleme. Po 2 Korintas 5 vargu 7 thot sepse ecim nëpërmjet besimit dhe jo nëpërmjet shikimit. Sepse Jezusi nuk erdhe kur e kërkua. Ne marrim një ftesë krishtlindje në dorë edhe them. Unë e di që Zoti është në gjendje të bëjë çdo gjë. Po të jap vllajt, ai nuk do vi më. Siç nuk ka ardhur. Po të jap shoqes, ajo nuk do vi. Siç nuk ka ardhur. Edhe nuk do vinë njerëz. Nga ta që unë jam lutur kohë të gjatë. Nuk do vinë. Ne kemi probleme me besim. Sepse Jezusi nuk erdhi. Edhe nuk kuptojmë që Perëndia punon. Edhe kur ne nuk e shohim. Edhe ne duhet të ecim me anë të besimit, jo me anë të shikimit. Gjon 11:39 Jezusi tha, heq në gurën. Prit Jezus. Ai vjen era. Edhe Zoti thot, shko te vllajt. Zoti, ti si puna? Nuk do. Shko te motra jote. Shko te kushërit, shko te vllajt, shko te shoqja. Nuk do, nuk I them fare. Do ta largojnë, do ta them. Dhe ne themi me mos besim. Dhe mos besimi ynë për të mundur që ai të përgjigjet bazë mos besimit tonë. Teorikisht, ne e dim Zoti bën çdo gjë. Praktikisht sillen më mirë zemrën mos besuese. Dhe Bibla thot Jezusi çan. Zani, pse e kaq mos besues? Kush jam unë? Gresyt, kush jam unë? A vallë nuk do të më besor sepse çfarë? Sepse herën e parë kur u lute, herën e dytë kur u lute, herën e tretë kur u lute, nuk më pe mua që veproja, edhe prandaj nuk do të më besosh mua. Sepse kështu bëri Marta, kështu bëri Maria, kështu bëjmë edhe ne. Është një lumë që fillon nga Slovenia dhe mbaron në Itali. Pasi përshkruan 54 kilometra në Sloveni, pasaj lumbi zhduket. Edhe kalon 34 kilometra dhe pasaj del në Trieste në Itali. Vazhdon edhe 2 kilometra deri në Adriatik. Është I njëjti lumë. Edhe ka disa vende në botë që shkon lumi, edhe papritur lumi zhduket. Edhe vazhdon luginës tutje, pas 2 kilometrave lumi del pranë. Dhe ti thua, që po me lumin? Ku ishte lumi? Ku ishte lumi? Po lumi aty është. Vetëm se ti nuk e sheh. Edhe ne jemi lutur për motrën, për vllain, për shokun, për shoqja, për kushërinë, për kolegët, për njerëzit, për cili do rretherrat, për shërbimin. E ne nuk kemi parë lumin, se humbi lumi. A di që Zoti ynë? Dhe nuk është më I gjallë? Prandaj Jezusi çan. Mendova se Jezusi më donte, tha Marta. Mendova se Jezusi të më përgjigje lutjeve. Mendova se Jezusi do më vinte ta shëronte vllain. Për shkak se ne nuk shohim vepra të dukshme, ne fillojmë kemi një zemër mosbesuese. Dhe te Hebrejnë 3:12 thot, keni kujdes vëllezër se mos ndonjë nga ju ka zemër të ligë, mos besimi, që largohet nga Perëndia I gjatë. Le të besojmë. Le të besojmë Perëndisë son. Le të jemi të sigurt. Edhe pse nuk e shoh lumin, edhe pse nuk e shoh Perëndin. E dini çfarë është besimi? Besimi është siguria e gjërave që shpresohen. Jam I sigurt në ato që shpresohen, jam I sigurt në Zotin dhe tregimi I gjërave që nuk shihen. Le të jemi besim plot.
për 2026 që Zoti mund më jap një frut, një dishepull, Zoti mund të bëjë shërbime të realizoj, Zoti është ende i gjallë, ende në punë, ende duke punuar. Dhe po të mos ishte për atë, e di çfarë, ju nuk do ishi shpëtuar. Po është prej ti. Sepse me anë të ti për të, dhe prej ti janë gjitha gjërat. Dhe të kemi besim për datën 21. Ne mund t'i besojmë shpëtimtarit tonë. A është i denjë për të besuar. Fjalë të urta 3, 5 dhe 6, vargjet e fundit. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër dhe mos u mbështet në gjykimin tënd. Pranoje në të gjitha rrugët e tua dhe ai do të drejtojë shtigjet e tua. Ki besim tek Zoti me gjithë zemër. Edhe pse nuk e sheh. Po eci me anë të besimit. Eci me anë të besimit. Zoti është i gjallë. Edhe ai ka një plan me mua, ai më përdor, unë jam ena në duart e tij, edhe unë shkoj me besim, dhe shërbej Perëndis me besim, edhe një ditë do të shoh lumin që do të dalë, do të shoh të korrat që do të vinë, sepse Perëndia është i denjë për të besuar. Po shpesh herë, është mos besimi ynë, problem serioz. Te Bibla thot, tek Marku kapitulli 6, ai nuk bëri shumë vepra të pushtetme për shkak të mos besimit të tyre. A dini kur Jezusi u ngazëllye, është një herë në Bibël që Jezusi u ngazëllye. Ai u ngazëllye tek Mateu 8. Ishte një centurion, romak. Edhe ai tha, Zot, tha, nuk jam i denjë të hysh në pullazin tim, në shtëpinë time, kolibën time. E ti çfarë? Thuaj një fjalë dhe shërbëtori më shërohet. Thuaj një fjalë dhe shërbëtori më shërohet. Sepse unë jam në hierarki. Marr urdhra, e bëj. U jap urdhra, e bëj. Ti je Zoti, thuaj një fjalë. Dhe Jezusi nga zëllua, u gëzua, nuk qau, tha, nuk kam gjetur në Izrael një besim ka i të ma. Për mos besimi ynë, motra dhe vlerë, e për në Jezusin të zjelë lotë, e për në Jezusin të qaj. Sepse zemra tonë, e si me anë të shikimit, dhe me anë të besimit. Ky është Jezusi. Jezusi i Biblës. Kjo është lugina e lotëve ku Jezusi kaloi. Ai qau për dhimbjet e refuzimit. Ai qau për dhimbjet e shpëtimit. Dhe ai u bë shpëtimtari ynë. Dhe ai mbarti dhimbjet tona. Ai mbarti ferrin për ne. Ai mbarti zemërimin e Perëndis për ne. Dhe u bë shpëtimtari. Autori i shpëtimit tonë. Plotësuesi i besimit tonë. Shpëtimit tonë. Përfunduesi i shpëtimit tonë. Dhe ai qau për dhimbjet e mosbesimit. Dhe të ulim kokat tonë. Në çfarë do gjëje që Zoti ju ka folur, le t'i japim Zotit lavdinë dhe nderin. Le t'jemi mirënjohës që ai është pranë nesh në dhimbjet tona, në luginën e lotëve tona. Edhe gjithashtu, le t'jemi mirënjohës që ai piu kupën. Edhe le t'jemi besues ndaj tij. Edhe pse nuk e shohim, le t'i besojmë atij. Edhe pse lumi nuk duket në sipërfaqe, le të besojmë që ai është aty. Dhe një ditë, ata që mbjellin me lot do të korrin me këngëzimi, thot Bibla. Le të besojmë Zotin. Qoftë për vitin përpara, qoftë për 21-shin, qoftë për jetën tonë. A jeni i shpëtuar?